turpi qoftë për nërmarrjen edhe për bashkinë. Më si bashkia e justifikon si nuk është nën autoritetin e bashkisë furnizimi me ujë të pishëm i qytetit. Pse nuk ban padi bashkia ndaj punojësve të ujësillësit, padi penale, pse nuk furnizon ujë? Pse nuk puten lidhjet e palishme në malësi të madhe si pretenduohet nga fjalët e punojësve janë me mia. Tash këtë e shifni edhe vetë ju. Sa vitesh është ky problem? Tash 3 vjet është thëdhua super problemi, është te i thëdhua. Për para 3 viteve ka pas kompliku deri në 4 orë në ditë. Sot nuk ka kompliku as 20 minuta ujë të pishëm. Si e bëni? Na ujë të pishëm për fat mirë, tash do të më dalë me e ble. Na për privatësi i kanë mundësinë me furnizoa me ujë të pishëm qytetit. Tash Cilat zona janë pa ujë? zona komplikut po thosh 70% është e pa ujë të pishëm as edhe një pikë. 30% vjen me maksimumi 20 minuta ujë or 20 minuta në ditë ujë të pishëm. Zona tjera? Zona tjera po thosh janë zero. Sidomos hani hotit, për shembull Kastrati janë investuar rreth 11 milion euro, nuk ka ujë të pishëm zero. Komuna Shkrel zero, komuna Qanër zero, komuna Gromir 10% furnizohet me ujë të pishëm tjera zero. Na bën